Martina, di që ke pasur një material që e ke propozuar këtë vit në festivalin e RTS-s. Çfarë ndodhi? Absolut nuk e di se çfarë ndodhi. Materiali nuk është pranuar. Ishte një material shumë i mirë, them drejtën. Festivali RTS-s, unë kam një dashuri shumë të madhe për festivalin e RTS-s, për arsye se unë në RTS i kam hedh hapat e mia të para si moderatore. Po, ke pas emision në radio. Po, kam pas një emision në radio në RTS Shkodra në fakt, por që nga aty unë fillova moderimin edhe në Faleminderit. Fillova moderimin edhe në RTS këtu në Tiranë, në Radio Televizionin Shqiptar. Në fakt, një nga personat që më ka dhënë krah ka qenë Bojken Lako, cilën e falenderoj shumë se që në keni mbajt për përkrahjen. Po, është realisht një nga artistët që përkrahin shumë talentet e reja. Shumë sportiv. Dhe pas me ai vazhdon të përkrah dhe gjithmonë ma ka dhënë këshillën që përkrah sa më shumë sepse pse mos përkrahesh, e kupton? Çdo kush ka rrezikun e vet, si them ne. Nuk kemi pse të kemi frikë ose hall nga të tjerët. Nuk e di pse un kam qenë fituesja e çmimit të kritikës në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar, në pjesëmarrjen time të parë. Domethënë me herë të parë unë mora çmim kritike, që është çmimi i jurisë. Domethënë gjithë juria ka rënë dakord që fitoj unë çmimin e kritikës. Dhe kjo është po aq i rëndësishëm sa çmimi i parë. Dhe le të themi që atë vit ishin shumë emra të mëdhej të muzikës shqiptare që ishte shumë vështirë që domethënë unë me vetes se mendoja çmimin fare. Prandaj unë kam këtë dashurinë e madhe për festivalin, patjetër orkestra është magjin vete, kush ka fatin të performojë me një orkestër të mrekullueshme. Por që kënga kombëtare ajo orkestër, është e vërtet. Kënga nuk më pranua. Unë nuk e di shkakun se pse nuk më është pranu dhe unë i bëj thirrje dhe festivalit me këtë rast që në momentin që nuk pranohen këngët, të ketë një arsye sepse kënga nuk është pranuar.